Atë, ti ke marrë ke hyp në kamiona, edhe ke provu vetë kamionat, menaxhimin e kamionave e bën njësia, menaxheri dhe na në momentin kur na vy. Atë, pa ta thëmë edhe një herë, unë prap kam me ble kamiona, bile jem të insistu mi ble edhe një 10 kamiona 3, edhe milion mos mi përdojnë. E tim se, sepse ne si kompani, pa ta them kështu atë, jemi, domethënë që nga viti 2012, që domethënë na kanë dhënë donacion kamionat nga Gjajka dhe asnjëherë nuk është investu kompani. Prandaj kemi ble kamionat tjerë përsëri që mi marr me i rregullu këto kamiona që na kanë ardhur donator për Gjajkës për mi shtin funksionon. Për ndryshe nuk mundemi me funksionon përse kemi 70 e çfarë komunën. Amo zotëri Shala Arben Gashish, drejtori i njësisë, ka thonë kur e ka bë kërkesën që na duhen urgjent për shkak që nuk janë në gjendje të mirë kamionat e tjerë. E qysh është e mundur që kërkohen urgjent me u ble edhe në fund nuk përdoren për një vit fare? Ata, jo, nuk është vërtet që përdor, ti ke po dhe ato të naftës ta kom dhënë unë. Po, i kom pa dhe faturat të naftës, edhe deponi, një sa herë kanë deponu, sa herë kanë dërgu borllot në kompani të deponimit.